Tani do mulojmë tregun e madrave dhe do mulojmë dollarin. Për mendimin tim, gjëja më kryesore është që të mulojmë dollarin, gjendjen e dollarit, dhe pastaj tym te madhrat, Floririn, US Oil, ndoshta ca madha të tjerë që mund të jenë interesant se para jave mbuluam duket kakaun ose kafe, nuk e mbaj mend mirë, të shikojmë. Edhe ka qenë interesante. Mund ulojmë dhe ca nga indekset kryesore europiane dhe globale. Okej. Dollari me këtë rrjetin e madhe, s'ka rënë gati 10% dollari. I bim për ato që ka majtur poundin ose ka majtur euron, ka fituar ose dhe lekun, po, patjetër dhe lekun. Ka fituar diçka këtu, unë ka majtur pound te akaunti im. Me den që të përfitoja këtu te kjo konvertimi. Se pastaj aksionet i blen në dollar. Dollari shkon për mendimin tim te 101, pastaj kemi zonën 101.8, 102. 101 është për të parë si një zonë rezistence, si fillim, por kjo rritja mund të tregtoni shumë lehtë euron ose poundin këtu në rritje. Ose të tregtoni kundër poundet dhe euros. Po le me kaq se kam ndarë këtë disa herë, pak a shumë nuk ka ndryshuar analiza ime, shumë i shitur këtu, duhet të bëj një rikthim të një zonë mesatare, diku te kjo zona do shikoj unë. Një 101.8 do ishte mirë. Do mulojmë tani golden, sepse ne kemi tregtuar short. Unë kam tregtuar dy lëvizje short. Kemi lëvizjen që kemi muluar, e ka tregtuar dhe Iri këtë, nga 3400 ca. Në tregtova deri te 3300 trektova. Është duket sikur po has një rezistencë aty edhe kam dalë të drejtë. Se kam parë më. Po. Do pres ta tregtoj për lart, ç'është e vërteta. Nuk marr rrezik për poshtë. Pastaj un kam tregtuar këtë valën nga 3300 deri tani jemi okay, sepse edhe pse pati një rritje dje, po shikohet sa nga anëtarët që bëjnë day trading dhe skalpime me Floririn, që po ndashin idetë veta, jo long, jo short, jo Floriri të shkojë te 4000 gjë të tjera. Edhe mund të shkoj Floriri, po momentalisht po të tregon pak dobësi. Paktën kjo mbyllja të premtes që po shkoj për lart, rezistencë, ushit, tregon pak dobësi ose konsolidim, është për të parë. Ne jemi plus, është edhe Gjulio te grupi i Discordit që ka tregtuar më duket Floririn. Kleo nuk e ke tregtuar? Jo, nuk e kam ditë. Jo. Okej, janë gjëra që secili vendos vetë çfarë preferon te grupi, kështu që unë ndaj ndjetë mia, por Floriri ka ecën shumë mirë, pretendimi është që të shkojmë te u mendoj te 3100 herë, pastaj mund të shkojmë te 3000 fix, para shumë te 3000. Ishte një zonë e mirë kjo. Për 1.6 ishte perfekte, afat mesëm e maj kështu me lëvizje në rënje. Mund të bëhet edhe më shpejt, por është për të parë. Këtë javë po që shitën aksionet mund të kemi një rritje. Kjo kërkon menaxhim. Këtë javë është për të parë, ndoshta dalim dhe rihym prap. Por do të parë situatë e aksionet. Po shitja pak i dete djeve në Discord edhe po shitja grafikët, por nuk po e kuptoja domethënë. Dhe pastaj ku pa shkrimin, ishte lëvizje për $20 që po bënin trade. Ka të më duk shumë riski për të bërë lëvizje $20 për $20 të rrezikosh shumë. Po bën trading, bën day trading edhe për lëvizje të vogla që ka support këtu dhe ato përdorin ca nga ato çunat përdorin ICT. Nësa përshikoj unë, se unë kam lexuar për ICT-n vetë, por nuk më pëlqen. Duket shumë rrezikshëm. Domethënë te 3500 për $200, po deri te 3300, besoj se ja vlen të investosh, po day trading për $20, $30 lëvizje është shumë scary për vetë.
Po tregtojnë me leverage ato dhe tregtojnë le të themi për pak. Edhe din vetë ato thënë që janë profitable, kështu që e lejnë bëjmë punën e vet. S'ka që të bëjmë, po janë shumë të rrezikshëm. Nuk e di. Thjesht është për investiu edhe për ata, domethënë, nëse na dëgjojnë që jemi më të kujdesshëm, sepse këto lëvizje, sepse kanë bërë edhe kur nuk merrja shumë vesh nga trading, edhe jo vetëm që janë stresueshë, po të falimentoj shumë shpejt. Ta humbi portofolin në një moment, domethënë. Po nuk e menaxhove rrezikun patjetër. Prandaj keni kujdes, për mendimin tim day trading është një nga gjërat më të rrezikshme dhe të vështira që mund të bëni. Edhe nuk është për gjithë. Okej, kemi dhe US Oil këtu që ka pasur një rënje, double bottom që e përmendëm pak më parë, trekëndshin në dip. Shpresojmë tani që ka ndonjë rritje dhe të shikojmë ca aksione të industria e naftës për në tregun amerikan. Për shumë Oxide ishte një nga ato, kemi edhe të tjera që mund të kenë një rritje. Këto javë në vazhdim, është për të parë. Si zonë, nuk shikojnë ndonjë gjë këtu që themi historikisht ka kapu këtë zonë ose duhet kapi këtë zonë. Por do të një problem në stravik. Sigur ka thënë pak ato stravime tash. Po është mendoj që duhet të trend i rrezikshëm është vërteta. Po, është realisht këtu shumë i rrezikshëm. Dhe unë do prisja personalisht për një tregtim për long. Gazi e përmendëm përpara 2 javësh që do shkonte në rritje, shikojmë tani se si po na ecën. Ose përpara javë më duket, edhe ka vazhduar të rritjen, ka pasur mundësi këtu që të tregtoje asete që janë të industria e gazit natyral. Dhe do kemi këtë rritje tani, është për të parë. Është situata mirë, nuk është keq. Kishim dhe një tjetër që do ta mbulojmë dhe pastaj po e mbyllim me kaq për këto se po zgjadhe pak si shumë duhet që ai ishte pa mua, duhet. Jo, ishte kafja. Ka qenë një tjetër këtu që kemi mbuluar përpara disa javësh, nuk e mbaj mend tani. Një nga këto. Gjithsesi nuk ka shumë rëndësi, ja këtu kemi parë këtë sheqerin që vazhdon të ulet. I bin që nuk e ka për zonën tonë, ne vazhdojmë tani të ulim zonën. Derisa të korrespondojmë me momentin kyç e një thyrje për më lart. Kjo është pak a shumë mund të ndodhe këtu. Unë nuk kam ndonjë gjë tjetër të madhat edhe të Forexi, po le me kaq, si mendoni? Të me kaq? Ne mbyllim se dhe u zgjat. Po, rregull. Besoj që dëgjuesit ta ngjojnë deri në fund, sepse janë informacione që janë lejnë dhe ishte diskutuar për short periudhën e kaluar pati një reagim, po jo domethënë se kështu që nuk është se ja blen për të diskutuar. Po, kemi pasur sa tjerë, se ne nuk i tregtojmë shumë këto, por i shikojmë dhe as i tregtuar mas thjesht për ata që ndoshta na dëgjuan. Po. Okej, shumë faleminderit po që keni dëgjuar deri në fund podcastin ton. Do të ftoj që të na bëni subscribe në YouTube. Do vazhdojmë të bëjmë këtë podcast javor gjithmonë. Edhe shumë shpejt do fillojmë që të bëjmë dhe content në formate të ndryshme, edukative dhe programacione dhe emisione të ndryshme që do flasin për investimet, për tregun dhe për ekonominë ose analizat ekonomike. Në ndiqni në YouTube, bëni pjesë të Telegramit duke ndjekur linkun më poshtë te përshkrimi i videos dhe aty do keni akses me mua, me Kleo, me Irdin për të diskutuar ide të ndryshme dhe do jeni pjesë e një grupi që janë tani 1300 ca antarë të Telegrami. Të gjithë mundohemi që të ndihmojmë njëri tjetrin dhe për të themi përmirësuar tregtimin, se janë edhe shumë fillestar në atë moment në grup. Dhe ju ftoj që të bëni pjesë të Telegramit,
YouTube-it, pastaj dhe Instagramit dhe TikTokut, unë dalë edhe në TikTok live një herë, 2 herë në javë, unë varet çfarë ditësh jam i lirë, prandaj bëni pjesë edhe TikTokut që më shikoni në live. Faleminderit shumë, që mirë tjetër. Faleminderit.